Klimatikisht, po thëmë, me gjuhë ekonomike. Një i pasur, që është sot i pasur, rrezikon të humbë pasurin me çfarë? Me gjitha ato që i lufton hoxha. Po. Kumori, lojrat e fatit, alkooli, vrapimi mas dukurive negative, mbrëmjet muzikore, cilat e mpin njerën shumë më shumë se sa alkooli, aja ty i humbë parat. Dhe imagjino për shembull kur ti e ke marrë për dorë njërin prej tyre dhe ke thënë eja në xhami. Unë e them kështu matematikisht. Ardha e tij në xhami i kushton 50 cent. Ndërkaq mos shkumja e tij aty ku ka pas me shku ja ka shpëtu 3-4.000 euro. A është në fitim aja apo jo? A është në fitim bashkëshortja e tij? Ajo ka tash një bashkëshort të ditës dhe të natës. Ajo kishte një bashkëshort vetëm të gjumit ditës, kur i vinte i mpim, i dehun dhe ajo nuk ishte një krye familjar të kujdesshëm për familje, për fëmijët. Fëmijët nuk ishin një baba të mirë, kishin një baba i cili din të fitoj, është i shkath të bëj tregti, të bëj biznes, por megjithatë rrugët e këqija janë që ja marrin hisën më të madhe. Imagjino pra kur ky person bile këtu mendoj luftë më të madhe që duhet na shpallin janë komuniteti juaj, se ju lëm pak klient. Dalim edhe aty se shumë detyrimisht njerëzit janë më të qetë. Unë nuk them se kryet krejt puna, sepse jeta është shumë dinamike, ama me tekst të veçantë, feja njerën e ndryshon. Pse një politikan kalon në dukurit negative pa dashje?